Arben Ahmetaj pa ditë qeverinë në Strasburg. Ish-ministri i Financave dhe ish-zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj ka paditur qeverinë shqiptare në gjykatën europiane të drejtave të njeriut në Strasburg, duke akuzuar për shkelje të imunitetit parlamentar dhe të së drejtës për privatësi gjatë hetimeve të zhvilluara ndaj tij nga SPAK. Sipas dokumentit zyrtar, padia është bërë bashkë me partnerin e tij Eriola Hoxha dhe është depozituar në 8 maj 2024. Çështja i është komunikuar zyrtarisht qeverisë shqiptare në 6 tetor 2025. Akuza lidhet me kontrollin e ushtruar në 9 mars 2023 në banesën e Ahmetajt dhe Hoxhës, si dhe me sekuestrimin e telefonit të Hoxhës mbi bazën e një urdhri të GKK. Ahmetaj pretendon se kontrolli ishte i paligjshëm pasi në atë kohë ai ishte deputet i Kuvendit të Shqipërisë dhe sipas nenit 73, pika 2 të kushtetutës, banesa e një deputeti nuk mund të kontrollohet pa miratimin paraprak nga Kuvendi. Në ankesën e tij, ish-ministri dhe partnerja e tij deklarojnë se nuk ishte asnjë mjet efektiv ligjor për të kundërshtuar urdhrin e kontrollit dhe sekuestrimit, duke pretenduar shkelje të nenit 8 e drejta për respektimin e jetës private dhe banesës dhe nenit 13 e drejta për një mjet juridik efektiv të Konventës Europiane për të drejtat e njeriut. Gjykata e Strasburgut ka kërkuar qeverisë shqiptare që të sqarojë a ka pasur shkelje të së drejtës së kërkesës së parë për respektimin e banesës së tij garantuar nga neni 8 i Konventës, në veçantë është kryer kontrolli i banesës në përputhje me nenin 73 2 të kushtetutës mbi imunitetin e AP-ve. A ka shtruar kërkuesi parë ndonjë mjet efektiv juridik në këtë drejtim? A ofron legjislacioni dhe praktika vendase mjete proceduriale të mjaftueshme për të kundërshtuar ligjshmërinë e urdhrit të kontrollit, mënyrën e kryerjes kontrolleve të banesës së tyre dhe të personit dhe telefonit celular të kërkueses së dytë, ose sekuestrimin e sendeve në banesën e tyre siç kërkohet nga nenet 8 dhe 13 Konventës, në veçanti a ishte vendimi gjyqësor i 8 marsit 2023 i ankueshëm